Atëherë Zoti Perëndi thirrri njeriu dhe i tha, ku je? Dhe njeriu përgjigjet, dëgjova zërin tënd në kopësht, pata frikë sepse isha lakuriq dhe u fsheha. Kjo është pyetja e parë që Zoti i drejton njeriu pas rënies fillestare të njeriu në mëkat. Zoti nuk e pyet çfarë bëre, përse e theve urdhrin, por ku je? Është një pyetje marrëdhënie, një pyetje që kërkon zemrën, jo thjesht veprimin. Tregohet historia e Fyodor Dostojevskit, shkrimtarit të famshëm rus, i cili në vitin 1849 dënohet me vdekje nga regjimi carist. Çohet në shesh për ekzekutimin, i lexohet dënimi, përgatitet skuadra e pushkatimit dhe në sekondat e fundit dënimi i falet dhe i shndrohet në internim në Siberi. Në ato çaste mes jetës edhe vdekjes, ky njeri përjetoi një zbrasti të thellë ekzistenciale. Në letrat e tij ai shkruante se njeriu kur përballet me fundin e kupton sa lakuriq është përpara së vërtetës. Dostojevski e pa lakurisinë e tij morale dhe shpirtërore, nevojën e tij për Zotin. Dhe pikërisht nga kjo përvojë lindën veprat e tij si Krim dhe Ndëshkim dhe vëllezërit Karamazov, ku ai eksploron fajin, frikën, pendimin edhe mëshirën. Ai dëgjoi në zemër pyetjen ku je. Kur Adami dëgjoi zërin e Zotit, ai tha, pata frikë, u fsheha. Mlejoni të ndaj me ju shkurtimisht 3 reagime krejt të natyrshme të rënjes, rrëzimit njeriu të mëkat. E para është frika. Më parë zëri i Zotit ishte gëzim, tani kërcënim. Reagimi i dytë, ndjenja e zhveshjes, lakurisisë, jo vetëm fizike, por shpirtërore, morale. Tani njeriu hyn brenda në histori me turpin e tij. Së treti është ndjenja e fshehjes. Njeriu largohet nga burimi i tij i jetës. Frika jon sot ka format e saj moderne. Reputacion, imazh publik, pushtet, krenari intelektuale, ne ndërtojmë sisteme justifikimi për të mos dëgjuar pyetjen e madhe hyjnore që na drejtohet. Por Perëndia nuk e bëri pyetjen sepse nuk dinte vendodhjen e Adamit. Ai e bëri për ta nxjerrë njeriu nga errësira e vet mashtrimit. Kierkegaardi shkruante se mëkati më i madh i njeriu është të jetojë në shpërqendrim, të mos përballet kurrë me veten e tij përpara Zotit. Sa reale për ditët tona, shpërqendrimi që na mbështjell dhe na rrethon. Ky konfuzion konsumist, ky konfuzion i cili lidhet me urgjencën e madhe të jetës, me konkurrencën, me garën e madhe për të mbërritur diku, për të ndërtuar universin ton, larg Zotit dhe pa Zotin. Ndaj, miqtë e mi, sot pyetjet e mia janë personale. Ku je ti në marrëdhënien tënde me Zotin? Ku je në integritetin moral? Ku je në identitetin tënd të brendshëm? A ndodhesh në dritë, apo pas gjetheve të fikut, të arsyetimeve tua, të justifikimeve tua? Zoti nuk thërret për të të shatruar. Ai thërret për të të rikthyer. Ai nuk e mbylli kopshtin me heshtje, por duke kërkuar. Në Krishtin kjo pyetje merr formën e ungjillit dhe të kryqit. Zoti nuk qëndron larg lakurisisë tonë morale, por ai vjen vetë me i trup njerëzor në botën tonë dhe në Krishtin ai e merr lakurisinë tonë mbi vete, mëkatin tonë. Frika të shtyn të fshihesh, dashuria të nxit të dalësh. Kur Zoti të thot ku je, ai nuk po kërkon koordinata gjeografike, po ai po të kërkon zemrën. Ndaj sot nëse dëgjon zërin e tij, mos u fshi, dil nga hijet, pranoj lakurisinë e shpirtit, sepse pyetja hyjnore është gjithmonë hyrja tek mëshira e Zotit. Ndaj sot nëse dëgjon zërin e tij nëpërmjet ti meditimit të shkurtër, i thuaj Zotit ja ku jam. Më lër të vi tek ti, kështu siç jam, pendohem, kthehem tek ti, më prano Zot. Vetëm ti mund të veshësh lakurisinë time me rrobat e reja. Hiq nga unë rrobat e turpit dhe më vish me rrobat e drejtësisë dhe të bekimeve të tua. Në emrin e Jezusit. Amen. Miqtë mi, ky ishte meditimi im i shkurtër i kësaj dite. Shpresoj që të ketë qenë bekim për ty. Bekim për ju miq. Dhe nëse keni dëgjuar zërin e Zotit, apo nëse mendoni se zëri i Zotit në mënyrë krejt të veçantë përmes këtij meditimi i drejtohet dikujt që ti do, dikujt që ju doni, pjesë e familjes apo të afërmëve tuaj, njerëzve që ju konsideroni të çmuar, ndajini këtë meditim me ta, sepse Zoti vijon të jetë edhe sot në kërkim të delës së humbur. Mezi pres ju takoj sërish ditën e nesër me Zoti me ju.